Unë vi si ekspert civil, që kushdo që të më thrasi, sot forca e gjatë. Pse jo? Nesër mund të jetë forca e majtë. Pse jo prap? Bile në mendimet e mia, edhe djalli të më thrasi, jam i gatshëm të shërbej qytetarëve të mi, pra të diturit caktuar që kam si ekspert i menaxhimit të mbetërave, për aq shkolla, konferenca që kam bërë e kam ndjekur. Dhe vi i drejtohem qytetarëve me keqardhjen më të madhe që 12 vjet pa e bërë politike. Të paktën unë si ekspert civil, që shpresonim se diçka do ndryshonte, sepse u bë ligji në 2011, një ligj i standardeve europiane, se si mbetjet duhet të menaxhohen, dhe quhet trajtimi integruar i mbetërave. Ndërkohë, neve jo vetëm ligjin nuk respektuam të 12 vjet, po bëm hapa mbrapa. E tha dhe eksperti i nderuar, çfarë? Nuk kemi as incinerator apo djegës termik, që janë bërë debatet shumë, apo kur nuk është thirrur ndonjë ekspert në ato debate. Dakor, debate politike, por duhet të marri shkas nga një debat teknik. Çfarë? Që qeveria mendoi për një djegës termik, që quhet në jargon incinerator, mendoi që të djegi të gjitha plerat apo mbetet e Tiranës. Ndërkohë që mbetja është mall, ende pa u bërë plerë, dhe në incinerator shkon plera, ajo që s'ka mundësi të përpunohet, të riciklohet, të kompostohet. Pra, me njerë, qeveria të 12 vjet vrau të gjitha kompanitë e riciklimit, kur Austria me 8 milion banor ka 2000 kompani riciklimi. Nësa ne me 3 milion banor do të kishim pak një 660, 3 herë më pak, ne nuk kemi asnjë kompani riciklimi. Që do të thotë që gjitha mbetet, siç merren akoma në Pakazanët, shkojnë të gjitha së bashku, shkojnë në këtë që quhet zonja Edith ta landfill. Jo, e tha bukur dhe eksperti, nuk është landfill. Është një damp, vend hedhje, që nuk trajtohet as nga sipër të mbulohet, po se por që nuk trajtohet nga poshtë, që duhet ishte mbuluar, që duhet të thitheshin ujrat acide, leksiviate, likuide e tjera, janë ujrat të dëshme acide me metale të rënda, që duhet përthitheshin nga një sistem hidroteknik, edhe duhet drejtoheshin në një sistem deporimi. Unë vetë kam me dron vjet, e kam quar në për gjitha televizionet shqiptare dhe asnjëri nuk mori guximin të përgjigjesh këtij shqetësimi të madh qytetar. Prandaj edhe erdha me një kem, me një fjalë. S'ka rëndësi, zonjë nderuar. Po kushdo që të trisi, kam ardhur nga Berati me një kemdi, për të thënë qytetarëve, o pop, mblidhe mendje. Bëu njerë i vëmendshëm, njerë, vetëm njerë. Paguan lek për ujë të trajtuar, ti e pagon taksën ke ujë, ti nuk trajtohet ujë. Gjitha turat të ndotura, apo ato të jargonin ton, vëcert, a them që ta kuptosh, derën lan. Paguan ujë për mbetet trajtuara, gjatë i ke mbetet. Me miliona laraska që e marrin, ja ku është Tirana, e ti kuton Tiranës, e kuton se kombinati ndotet, a i ka emrin kombinat, po ndoten e mertio, qytetar, që flet gjuma koma, ti gjumash, ty që s'ta ndjen, një prind që nuk ta ndjen për fëmijët e vet, ja ku është, zbuluar, merret i kamrat, keqe vllai, merret, zbuluar, 20 metra, po, e di unë lipin i shkurtë, por 20 metro ti. 20 metro e pa mbuluar, e tha dhe kolegu. Edhe nga poshtë, edhe nga anash, edhe nga sipër. Nuk ka vend në botë të ketë, kemi mësuar, kemi parë, kemi bredhur, kemi gjëzdisur me qindra landfillde në botë apo në Europë, nuk ka asnjë si Shqipëria. Dhe prap ty s'ta ndjen. Kështu që në kuptim, incineratori nuk është që ne pagojmë lek, landfilli nuk është. Atëherë çfarë është? Vetëm ajo që tallet kryeministri shqiptar, tallet me burra me bish në Lersh, apo me burrat pa përgjegjshëm në Dibër. Edhe gratë duart trokasin. Ja kush janë gratë zonja që të divish me kem. Fap shqetësuar për qytetarët.